Ka nisur puna me Akademinë e Shkollës së Futbollit në kuadër të klubit futbollistik Deçani. Kjo është një ngjarje shumë e rëndësishme për sportin deçanas, sidomos për futbollin, për të krijuar futbollistë të rinj që do të përfaqësojnë klubin KF Deçani, duke mos anashkaluar edhe klube tjera jashtë Kosovës. Në hapjen e kësaj akademie të futbollit, e cila është në nombrellin e komunës së Deçanit, i pranishëm ishte edhe kryetari i komunës Rasim Selmanaj, i cili këtyre sportistëve, por edhe profesorëve, ju premtoi mbështetje të vazhdueshme që kjo akademi të jetë akademi shembull për komuna tjera. Më së shumti, hapjes së kësaj akademie janë gëzuar talent të rinj të futbollit. Po, shumë të mirë, më mirë se në stadionin e vjetër, këtu gjithçka më mirë. Shumë mirë, tash këtu i kena kushtet më të mira, pengesat disa ushtrime shumë cilësore, më të mira, po na me na ngrit mu bo më të fort, po na motivojnë. Ja kom nisë në 2013 se 3 vjetë. Shumë mirë, në ambient të rinë në stadion, ushtrojmë ka 1 orë. Hapët e pari ku bo para 7-8 vjetë, kena ushtru një fush artificiale, dvogët, në ambient dvogët. Edhe ushtrimet i mundë serioze, ka 3 janë njartë. Të shtundën, dilën dhe tejtën. Ka një akun profesori Gani Dautaj. Profesori Gani Dautaj tregon se për 15 vite kishte të themeluar shkollën e tij private, ndërsa me iniciativën e kryetarit të komunës Rasim Selmanaj, atë shkollë e ka shkrinë Akademinë të Shkollës së Futbollit KF Deçani, të cilën e kanë hapur sot. Unë fillimisht e luaj rolin e drejtorit shkollës, edhe faktikisht me këta 3 ju bëj ftesë që krejt rritë të komunës Deçanit që të vinë edhe ata që jenë talenta për futbol ju bëj ftesë që nga këtu që janë të mirë të pritur edhe janë të mirë që ardhun në Akademinë e Shkollës Futbollit në nivelin e klubit futbollistik Deçanit. Vetë prezenca e kryetarit të komunës, Zotit Rasim Selmanaj, cilin e falenderojmë shumë, tregon çfarë niveli është kjo shkollë dhe a ka përkrahje institucionale ajo apo jo vetë po shihet. Pra, sot është një ditë e madhe për futbollin deçanas. Është mrekulli këta të rinj të luajnë në këtë fushë. Këtu është edhe siç e thash edhe më parë, është kryetari i komunës, themeltari dhe ideatori i këtij stadioni të futbollit. Kjo akademi e Shkollës së Futbollit në kuadër të klubit futbollistik Deçani mirëpret talent të rinj deçanas që të zhvillojnë talentin e tyre në futboll, mbase kjo shkollë e ka mbështetjen e plotë të komunës së Deçanit.